Duhej të ishte një ditë vendimtare për Greqinë, por ka rezultuar pa asnjë fryt. Ministri i ri financave greke dhe delegacioni që e shoqëronte nuk kanë paraqitur asnjë propozim të ri me shkrim për arritjen e një marrëveshje në takimin e Eurogrupit, duke bërë një prezantim me gojë të planit për shpëtimin e Greqisë. Kjo zgjedhje, sipas burimeve që citojnë mediat e huaja, ka nervozuar shumë ministrat e financave, të cilët prisnin të shqyrtonin kërkesat e Athinës. Kreu i Eurogrupit Jeroen Dijsselbloem konfirmoi lajmin, duke shtuar se dokumenti pritet të arrijë nesër në Bruksel. Ne mirëpritëm kolegun ton, ministrin e ri të financave greke, Euklit Tsakalotos, dhe dëgjuam vlerësimin e tij për situatën e krijuar pas votës jo të referendumit të së dielës. Ministri grek nuk kishte propozime të reja dhe në këtë pikë ne presim që qeveria greke të na sjellë planin e saj dhe kërkesat e reja. Më pas do të nisim me hapat e tjerë, por nuk kemi shumë kohë, deklaroi Dijsselbloem. Pas një bisede telefonike me presidentin e Komisionit Evropian Martin Schulz, kryeministri Tsipras ka konfirmuar prezencën e tij nesër në seancën plenare të Parlamentit Evropian, ku pritet edhe të prezantojë planin e shpëtimit të vendit të tij. Tsipras do të kërkojë 7 miliardë euro borxh, mundësisht brenda 48 orëve, për të përballuar situatën emergjente në Greqi dhe për të shmangur kështu falimentin. Megjithatë, si një prit para se kryeministri grek të prezantojë paketën e re, Fondi Monetar Ndërkombëtar ka shuar shpresat greke për një shkurtim të borxhit. Shefja e Fondit Monetar Ndërkombëtar, Christine Lagarde, ka deklaruar se nuk do të ketë lirim të fondeve të tjera, nëse Greqia nuk pagua 1.6 miliardë euro që i detyrohet institucionit financiar që ajo drejton, afat i cili ka skaduar më 30 qershor.